Por është ajo pjesa tjetër që unë kam thënë që Belinda Balluku nuk ka qenë tek motra vetë kur është thirrë herën e parë para një muaji që u thirrën spaku, u thirrën pas ditës si Luli, po Luli u thirrën në orën 4, ajo u thirrën ka ora 6. Dhe nuk u transmetu në media dhe realisht ajo nuk ka qenë mas daljes nga spaku, ku unë thash që Belinda Balluku e ka marrë atë pjesën e saj se çfarë do ndodhte për vetëm arsye sepse domethënë kur doli nga spaku ajo ka vajtë në një zyrë avokatie dhe vajtja e zyrë avokatijës domethënë kuptohet që kishte diçka që ndodhte diçka dhe unë për ne po ta thënë që Belinda Balluku do arrestohet shumë shpejt ose do jepet akuzë shumë shpejt sepse ishte momenti që ajo kishte qenë një herë spakë dhe kishte marrë atë që duhet të paraqiste me kur të thjerësh duhet të paraqitesh me avokat. Ka zgjedhur motrën e vet, thash është e drejta saj. Nuk është një gjë e madhe, por është edhe loja pastaj për t'i bërë presion. Këtu më hyn ai presioni që ajo mund të bëjë ka si prokurorëve, pasi kur ka kaluar vitimora mund të gjëra që i kanë anashkaluar, i kanë bërë dhe nesër mund t'i thotë për shkakun që ke këtë, unë s'ti kam nxjerrë tash nëse ti. Por sado që të mundohet, sado që të bëhet, thash edhe herë, ajo dosje nuk është se është dosje e bërë nga spaku vetëm e pa kontrolluar dhe e pa mbikëqyrur në FBI-a, kështu që duke qenë FBI-a, siguria më e madhe, pakun do ta kuptojë çdo shqiptar, siguria më e madhe tek ai spak, nuk është askush tjetër përveç FBI-s. Dhe këta jo më kot u gëzuan FBI-a kur Trumpi i preu fondet e USAID-it dhe FBI-a u largua nga Shqipëria, deklaratat e tyre ishin skandaloze. Dhe ardhja e rikthimi i FBI-s ja u ka mirë përsëri për shqiptarët dhe do ta dëgjojmë pak se atë të vërtetën nuk para e pëlqejnë, duan gënjeshtër, dalësh të thuash gënjeshtër që besoj. Por siguria tek spaku është marrëdhënia që ka me FBI-n, ajo që vetë Dumani deklaroi në parlament, por nga media u lasin heshtje kur tha që askush nuk është para ligjit i fortë, një e para dhe e dyta, spaku është në bashkëpunim plot me FBI-n dhe janë amerikanë. Kështu që ajo nuk ka se ku lëviz për sa i përket akuzave që ka, nuk ka një akuzë Belinda, janë shumë akuzat Belindës, por jepet një akuzë ashtu siç ndodhi me Erion Belin kur u munduan ta bëjnë sikur është thjesht vetëm parca rroba të shoqës, shpenzime kot, domethënë që s'kishin vlerë. Po më pas vesh nuk është kjo, ka akuzat të tjera, Erion Belia bërta që i hapen, do t'i hapen po. Në këtë rast, cili është roli konkret që ka luajtur dhe po luan FBI-a në goditjen e figurave të larta, qoftë në këtë rast edhe të Belinda Ballukut? Jo, FBI-a në radhë parë duhet të shohim 3 raportet e viteve të fundit që ka sjellë Departamenti i Shtetit, të cilat e cilësojnë Shqipërinë në vendet e para për korrupsion, drogë, pastrim parash, krim të organizuar dhe lidhje e ngushtë që kanë me Sorosin. Duke qenë se Trumpi i shpalli luftë Sorosit, e qyti dhe organizat terroriste, një nga vendet ku Sorosi ka ndërtuar çerdhen e tij është Shqipëria. Këtë e dim gjithë, besoj nuk kemi nevojë ta bëjmë. Dikush më pyeti se tha e përdor shumë të ata që çerdhe Shqipëria, po dhe shumë. Më ke fakt, po fakti më i thjeshtë është ajo që jemi vetëm vend në botë që kemi futur Sorosin e kemi kthyer në institucion kushtetues. Pra, Sorosi tek ne ka komanduar çdo gjë. Pavarësisht se dalin sot dhe deklarojnë dhe thonë që Rama bëri ligje, por mos harrojnë gjithë e keqja reformës në drejtësi, ku u fut edhe Sorosi në kushtetues. Ishte ndryshim kushtetues dhe votimi kushtetues me 140 vota, që kishte ndodhur ndonjëherë në asnjë vot edhe ku diu se ku janë. Do të vetëm ato fund që janë diktaturë totale, por në vendet e tjera nuk ndodhi që një votim ndodhi me 100% të vetë mos harroni se kur ka ardhur ai shumë do të ky 100% sa në ato votim ka ardhur edhe ky marrë me pranga. Nduar,
ka ardhur dhe ka votuar. E kupton? Tu janë ato handikapet ligjore që bëhen, ti pranon që të vit votoj një njeri i arrestuar me pranë në durë, vjen të futet sa parlamentit dhe votoj, dhe nuk e lejon, supozojmë, jo se pa e marrë në si person fare, pa e marrë si shoku, dhe nuk e lejon një kryetar bashkie të vitë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në momentin kur shkarkohet për të dëgjuar. Pra këto janë ato handikapet ligjore që bëjmë ne, që ka do precedentin që ne i krijojmë dhe pastaj mohojmë, pastaj bëjmë. Kështu që unë them se Sorosi, goditja e Sorosit është një nga pikat kryesore. Është një nga dhe mos harroni se të gjithë këta politikanët tanë, apo qytetarët tanë janë të lidhur dhe të përhyrë me Sorosin. Në mënyrë absolute të gjithë, pa përjashtim të asnjë. Unë u kam thënë për shembull një veprim të Partisë Demokratike e cila trumpeton me të madhe që është në politikën e Trumpit, bën një deklaratë dhe kundër Sorosit, por nuk ka bërë asnjë veprim konkret për sa i përket Sorosit. Sepse ka një gjë, Sorosi është qytetar deri në Tiranë, dhe tu s'bën një kërkesë për të jetë emrin, bëhet një kërkesë për të jetë emrin Soros, me emrin Gjorgj Soros, po mos harroni se për shembull, po shkosh në Durrës, ditën e votimit, ai thotë, ku ai ke qenë në votimit dhe kam ke kopshi Soros. E kupton, këta që luftojnë Sorosin, këta e kanë bërë Sorosin, e kanë futur në gjithë institucionet e ai. Ku arritin fare me dhe arritin që fillojnë në kushtetutë. Dhe futësh Sorosin në kushtetutë, patjetër që je vëndi i parë të vënditësh, se e ke kthyer në institucion. Kështu që nuk besoj se do të shpëtojnë këta. Dhe kjo është ai roli i FBI-s tashmë që prandaj thash, nuk është më ai spaku i krajës që bën merrje me policin, a mori 10.000 lekë, a mori rishfet 20.000 lekë. E këtu është tashmë, këtu flitet për kokat mëdha, këtu flitet për krimin e organizuar, këtu flitet për drogë, këtu flitet për pastrimin e parave, këtu flitet për aferën që ka bërë qeveria. Për shpenzime kolosale parash, për vjedhje galopante. Mos harroni, sepse ta nuk e deklarojnë. Po unë e kam deklaruar dhe nuk kam frikë ta deklaroj prapë që Ramës dhe politikanë të tjerë janë bllokuar pasuritë që kanë në Amerikë, janë bllokuar llogaritë bankare. Dhe Rama nuk guxon, se Rama nuk shkon dot. Po edhe i vllai që është i vllai vetë shkon me lëvizjen bankare në Amerikë. E keni sigurt që do arrestohet në sekondë. Do arrestohet. Dhe ai mundohet me njerëz tjerë. Tifosi si koka këtu. Po jeni të bindur që Shqipëria, e kam thënë një herë dhe prapë që duhet sa deri në fund vitit të pastrohet se s'ka më ku shkon. Ta mundohet ta shtyjnë derisa të vinë ato sjellë për në tartë kongresit në Amerikë, sepse mendojnë se Trump mund të humbasë të pozicionet e forcëve që ka dhe e një njërë tjetër. Dhe ta, Sorosi këtë gjë ka, këtë po pretë, dhe prandaj duan të shtyri dhe prandaj FBI-ja dhe ardhë pikërisht vetëm në Shqipëri në asnjë vend tjetër. Nuk e ke në asnjë vend tjetër të Ballkanit, ky vazhdon atë kashillikun me kashillik Trumpit, ky e patë dhe takimin që bëri në Francë. Takimi i fundit që bëri, ai filloi të përdorte idiotin duke thënë Europës ju illustroni, ju keni nashtruar Amerikën, çfarë deklarës do të njëri. Se ky po lun atë bllofin, o gjitha o asgjë, e di shumë mirë.